prodhon naftë. Blokohet nga Ormuzi, se në Ormuz nuk kalon vetëm nafta për kinezët. Shumë dakord, Irani jep 80, por ama, nga këto 11 milion, më falë, nga këto 11 milion, Dashur Sokol, që dilnin çdo ditë nga ajo ngushticë e vogël aty, 80% dakord të naftës së Iranit, po ki parasysh që Irani prodhonte në ditë 3.5 deri në 4 milion fuqi. Pjesën tjetër shkonte nafta e Katarit. Nafta e Bahreitit. Gjitha vendet e Kuvajtit. Po, shkondin në Itali. Italia merte, nuk e thot, sepse tani merte gati 1/3. Pra, çfarë do të thotë mungesa e kësaj nafte? Që Italia do ta gjejë naftën shumë më shtrenjtë. Do të marri, sepse nuk mund të rri do të ndryshe. Rezerva strategjike është vendin me rezerva strategjike në Bashkimin Evropian më të ulta. Ka vende që e kanë 3 muaj, ka vende që ka 4 muaj e gjysmë, Italia ka shumë të ullët. Edhe vetë opinioni publik italian i ushtron, ka dekada, është histori që shto rezerva strategjike. Çdo thotë rezervë strategjike. Të kesh silose, tankera, se duhet të dalë ke rezervat tona. Pra, ne kemi, si vend, në Evropë, rezervën më të ullët. 15 ditë e kemi. Pse e kemi aq? Pse e kemi aq? Vetëm 2 javë. Sepse i Dashur Sokol, neve harxojmë në vit 1.3 milion ton maksimumi, që ka shkuar në 2025 i karburantit. Dhe nga këto, sa është 2 javë? 50.000 ton. 3.800 ton në ditë mesatarisht. Po, aty shkon, sepse çdo ditë do qarkullojnë 670.000 automjete tona. I kemi aktive të gjithë. Atëherë, çfarë do të bëhet? Si do të mbrohet qytetari jonë me vetëm 2 javë rezervë strategjike? S'kemi më shumë. Në siloset, sidomos në Porto Palermo, në tankerët, nuk mbahen më tepër se 50.000... Porto Roman, të kërkojmë ndjes. 50.000 ton. Pra, neve jemi shumë të ekspozuar nga çmimi. Porto Palermo mund mbaj 15.000 ton. Të kërkojmë ndjes, ishte lapsus. Por ama, a e di... Jo, se i kemi bërë llogarit në ekonomisë të paktën, sepse është një situatë që diskutohet, nuk ka ngjashmëri. Por ama, pam çmimin e naftës kur? Pas 24 shkurtit, kur sulmoi agresion i Putin i 2022-shit Ukrainën. Dhe ne pam si shkoi çmimi i naftës. Edhe atëherë nuk u bllokua ngushtica e Hormuzit. Sot që flasim në ditën e 10 të sulmeve ajrore, e di si quhet kjo e tregut ndërkombëtar e zinxhirit të karburantit botëror sot, quhet ndërprerja më e madhe në histori. Ndërprerja më e madhe. Nuk krahasohet. Ndërprerja më e madhe. Dhe çfarë do na japi kjo Sokol? Nëse më lejon edhe 30 sekondat e fundit, nuk dua sepse janë të gjithë të tryezës njerëz shumë të nderuar dhe që dinë mirë atë që duan të thonë. Pra, kjo do na japi neve që ato 2 javë do ekin shumë shpejt. Jemi në ditën e 10, edhe 4 ditë rezerva kemi me naftën e vjetër, me çmimin e vjetër. Dhe ta dish që në momentin kur u rit nafta, edhe pse nuk u rit 100, që ta kuptojmë qartë dhe mos të keq kuptohet nga ata që na dëgjojnë. Pra ju thoni që jemi ditën e 10, rezervat tona, pra rezervuarat tona me parat me çmimin e vjetër janë deri edhe për 4 ditë kemi. Pra e thoni që duke filluar nga dita e hënë, por çmimet kanë ndryshuar sot. Nuk kanë ndryshuar sepse unë dua të bëj raportin. $10 më shumë fuqia e vërtetuar, kjo është lidhja organike, 5 deri në 10 lekë më shumë. Tek ne. Litrit i armatosur deri në dhëmb me çfarë do lloj armash. Dhe vërtet po ja paksojnë, pothuajse po ja zerojnë, obliterate, pjesën e këtyre raketave apo edhe të dronëve, sidomos të aftësisë prodhuese, por ama aftësinë reaguese të 92 milion iranianëve. Kush na e siguron që për 4-5 javë do realizohet? Kjo është shqetësimi im që e kam si ekonomist, për vendin tim. Po, vetëm shpejt se të shkojmë publicitet. Mund të flasim më vonë. Flasim më vonë. Atëherë do të shkojmë pak publicitet shpejt dhe kthehemi e të flasim pikërisht për ato që thash në editorial dhe që u zbulua edhe nga ajo që tha Fatosi. Sa gati jemi ne, edhe si Shqipëri, të përballemi me një konflikt të tillë. Sigurisht ushtarakisht, ndërkombëtarisht, por dhe nga pikpamja ekonomike dhe financiare. Për këtë flasim më njëherë pas publicitetit.